tjetër për sa i përket justifikimit që i bën zoti Avdixhiku, refuzimit të Albin Kurtit për një koalicion duke u thirrur në ashtu siç ai e kualifikon këtë qeverisjen. Ti koalicionet nuk i bën në bazë të historisë të qeverisjeve, po i bën në bazë të kompromisit për një kompromisi programor se ka ti bëdën me orientu zhvillimin e shtetit. Se më nisë me këshio është se cili formacion politik ka vlerësim caktuar politik për qeverisjet e kaluara. Po vetë zoti Gola, sa para punë për shembull vetë ta përfundoj këtë argument. Vetëvendosja ka një vlerësim kozja kështu si më thon brutal për sa i përket qeverisjes 20 vjet. Dhe tash nëse nisesh nga ky vlerësim politik, s'mund të bëj koalicion fare me LDK-n as me BDK-n. Kështu që ajo që ka unë po dekonstruktoj në këto është thjesht mungesë e vullnetit të Lumia Avdixhikut për me shku në një koalicion si më thonë qeverisjes me vetëvendosin, sepse politikisht nuk i levërdis me ardhur në pushtet në këtë mandat. Kjo është mënyra që ne duhet të dekonstruktojmë lëvizjet politike. Tani, kjo ideja që të kemi një qeveri tranzicioni deri në fillimin e vitit 2026, është vërtet ideja më e mire mundshme për këtë moment cilin jemi, apo është një përpjekje e LDK-s për të mos dalë si partia blokuese e shtetit në këtë rast? Për të nxjerrë vetën të larë një varforme që nuk po do të blokoj, por kjo është zgjidhja. Po pikërisht kjo është pak a shumë mesazhi kryesor i letrës, do thotë me shpëtu veten nga këto akuzat se po e bllokon qëllimshëm vendin, edhe unë besoj që shumica kalkulimeve që të kohë politike është edhe për shkak të zgjedhjeve lokale. Në çfarëdo variante, si po them, partitë politike humbin. Ta zëm LDK-ja dhe vetëvendosja do të jenë në shumë komuna kryesore ngarë drejt për drejt njëra me tjetrën. Ta zëm Prishtinë do të jetë garë tashpër, cila do dalë para. Ta zëm Pejen, Prizrenin, Podujevën, Gjilanin. Prandaj bashkimi tyre dobëson njëra tjetrën, ose pozicionimi brenda një ekzekutivi ku kanë koalicion e dobëson njëra tjetrën, por me i marrë çdo targetet komunave që i kanë. Dhe prandaj mendoj që është shumë vështirë një koalicion me secilës subjekt politik. Kjo do ta shpëtonte përkohësisht që kjo qeveria gjithëpërfshirëse këtë ngërç. Por a e pranon zoti Kurti? Do të ishte gjënjëzim për Kurti nëse përfundon në shinat cilat ja vendos opozita. Këtë rast do ta humbte komplet atë fuqi politike që ka marrë zgjedhjet e nënshkurtit, ku ka dalë forca e parë me 42% të votave. Ndoshta edhe ky debati që bëhet, a do ta humb ai fuqinë? Po kthehemi te pika e krenarisë politike, ju fuqinë, po lojën politike edhe tek ideja që ndikon tek elektorati nesër. Ndikon tek elektorati, por gjithsesi publikisht po thonë që janë të interesuar të mos e mbajnë situatën të bllokuar. Është lidhe pak me zgjedhjet lokale, do ta analizojmë edhe atë në veçanti, por përpjekjen e LDK-s e shihni këtë ide në fakt për qeveri gjithëpërfshirëse, për qeveri tranzicionale. Ajo vetë letra flet për zgjedhjen e presidentit. Jemi në situatë të tillë që na duhet me patjetër një qeveri. Letra flet për zgjedhjen e presidentit, nuk flet për zgjedhje lokale, dhe besoj që i gjithë ngërçi në këtë rast për krimin e qeverisë tashme është fakti që vetëm edhe letra thotë deri te zgjedhja e presidentit, nuk thotë që pasi të përfundojë zgjedhja e presidentit, po thotë deri te. Do thotë edhe aty prapë mund të hyjmë në një ngërç tjetër politik. Po pikërisht aty qëndron edhe problemi, besoj. Edhe zgjedhjet lokale definitivisht janë pjesë e kalkulimeve, mirë po kalkulimet politike vinë edhe si rezultati i presionit publik. Janë të ndryshme. Do thotë kalkulimet politike që janë bërë në 10 ditë të fundit vinë si rezultat e këtij presionit publik, edhe si rezultat i asaj që shohim çdo ditë në po te topi, më pastaj dolën te topi veç me hedh topin edhe me lan fare ligut. Tashmë edhe publiku ndoshta është lodhës, nuk i përcjell fare ato seanca. Bilone habitëm kur ishin gjithë ato gazetarë. Ndoshta edhe gazetarët duhet mos shkojnë fare. Tu prit me marrë një përgjigje. Do thotë kemi ardhur në si pozite ku të i bëhet një të pyetje. Besoj që çdo gjë lidhet pikërisht me pozitën e presidentit të Kosovës. Definitivisht edhe zgjedhjet lokale mund të jenë pjesë e kalkulimeve partijake rreth aleancave të mundshme në nivel lokal. Prishtina besoj që do të jetë afër gara afër që s'ka qenë asherë në kaluar, mirë po ka shumë raste ku për shembull kemi edhe shumë komuna në fakt. Vetëvendosje me BDK-n e kemi pa në nivel lokal, mirë po nivel qendror janë
dy anët janë shumë distancë mes njëra tjetrës. Dhe kam thënë disa herë edhe në studion e juaj edhe në studio tjera që zgjedhja e vetme aktualisht është një koalicion vetëvendosje PDK, një koalicion që do ta mundësonte zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm, po në të njëjtën kohë do të i kalonte ndoshta edhe Ai përjashtoi PDK, bëri keq. Po dhe PDK përjashtoi ata pastaj. Ose përjashtoi duke komunikuar me LDK-n, si thuash, një Besoj që shuplak PDK-s. qasja nga fillimi ka qenë ju e duar. Nëse e mani mend në gjatë muajit shkurt, Zoti Kurthi i pat përjashtu çdo parti shqiptare për mundësinë e koalicionit dhe thoshte që do ta bëj qeverini vetëm me minoritetet jo serbe. Edhe një kohë gjatë ai nuk le që si ishte interesuar, po as nuk ishte asnjë tentim çfarë do lloji që të ketë çfarë do komunikimi me partitë shqiptare në kuvend, që ishte absurd. Dhe besoj që spaku me kalimin e kohës se kemi pa një ndryshim në atë qasje, edhe kemi pa që definitivisht Lëvizja Vetëvendosje ka dëshirë të bëj koalicion me LDK-n. Tash ndoshta dëshira nuk është aq e sinqertë që pa edhe për reagimeve sot pas letrës, siç e thatë dhe ju. Unë mendoj që është ndoshta taktizimi i Lëvizjes Vetëvendosje se e sheh LDK-n si fragile në momentin aktual. Jo, po dën me blu edhe pak. Po dhe, pikrisht atë Nuk shprej kështu. Edhe kemi pa që ka probleme brenda LDK-s, fatkeqësisht kemi pa probleme gjatë procesit zgjedhor, kemi pa edhe mesazhet që ka dalë publik, kemi pa edhe zotin Hoti që ka pas reagim publik rreth procesit zgjedhor. Do thotë, to janë gjitha disa indikacione që tregojnë që Lidhja Demokratike e Kosovës ka probleme dhe si tili konvenon Lëvizjes Vetëvendosje për një partner xheveresës. Ndoshta është edhe kjo një prej arsyeve pse po insiston Kurthi për koalicion me ta. Në këtë moment se po e përdorim këtë shprehje, po e lut për koalicion LDK-n, e cila nuk don vazhdimisht. Po lutja është fakt. Ka qenë shumë më e zëshme se sa PDK-ja në fakt. LDK-ja në refuzim, kundërshtim. Që nga fillimi ka thënë jo, Abdigji Kutisare ka thënë. Për disa PDK-ja nuk është se gjithsesi i ka mbyllur gjitha mundësit. PDK-ja ka qëndruar pak më... Unë këtu e kam një problem nëse mundem. Ata kanë thonë që kanë vijat kuqe. Ka thonë që s'kemi vijat kuqe. Jo, Momentin që Hamza shprehmisht ka thonë që jo. Ka deklarime publike. Por jo e zëshme sa LDK-ja në kundërshtim. S'kam pas vijat kuqe derisa janë përfunduar zgjedhjet. Momentin që kanë përfunduar zgjedhjet ka dalë zoti Hamza dhe ka thënë kemi vit kuqe Lëvizjen Vetëvendosje. Pastaj ka ndryshuar prapë. Do thotë është një farë jo koherencë edhe në anën e PDK-s për këtë kësaj. Mirë, po kemi pa edhe disa figura jo qendrore të partisë që kanë qenë shumë. Edhe këto dallën, ta zëm PDK-ja gjithherë i është referu një qeveri e opozitës. Ta zëm LDK se ka përmend kur këtë. Po. Do thotë se ka përmend që me opozitë ose e bën vetë, ka synuar me vërinë. Mirë, ajo çfarë dua të pyes është diçka tjetër. Pra, po e lut LDK